Zoti për të treguar zemrimin e faraonit për besimin që shfaqen magjistarët dhe se si friksoi ai ata, urdhëron e thot: "Qale Firaunu amantum bihi qabla adhana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha." Faraoni u tha magjistarëve i besuan Musait para se t'ju jap leje unë, padyshim kjo është një hile e kurdisur prej jush t'i nxish në qytete për të nxjerrë popullin prej vendit, pra sipas tij besimi juaj nuk është i sinqert. Fesawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Dhe atë që unë do t'ju bëj shumë shpejt do ta shihni, betohem se patjetër kam për t'ju aprer duart e këmbët si çapraz dhe pastaj do t'ju var të gjithëve. Fahri Raziu thot sapo faraoni e pa besimin e magjistarëve të cilët ishin dietar, pati frikse të gjithë njerëzit do t'i besonin Musait, prandaj për t'i ngatruar mendjen botës dhe për të hedhur dyshimin ndër njerëzit tha: "O magjistar, ju nuk e keni besimin të vërtet, por keni kurdisur një dhelpëri me Musain atje në qytete me qëllim që të nxirrni jashtë popullin e vendit që pastaj të sundoni vetë dhe shumë shpejt do ta shihni se ç'kam për t'ju bërë, do t'ju apres duart e këmbës çapraz, këmbën e djathtë dorën e majt ose dorën e djathtë këmbën e majt, pastaj do t'ju varë që të gjithëve." A e ka zbatuar apo jo faraoni këtë friksim? Meqense Kurani hesht në këtë pikë, disa nga dietarët kanë thënë po e disa të tjerë jo. Zoti e di më mirë të vërtetën. Zoti ynë për të treguar edhe përgjigjen e magjistarëve urdhëron e thot: "Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin." Magjistarët thanë: "Ne do e mos që do të vdesim e do të kthehemi te Zoti ynë e të gjejmë shpërblimin e Zotit, prandaj as pak nuk ndihemi të mjeruar se ti po na vret e po na pret, në të kundërt jemi të ngushëlluar, dhe ti nuk na dënon për ndonjë gjë tjetër përveç se pse u besuam mrekullive të Zotit kur ato na erdhën. Ne s'kemi ndonjë faj ndaj teje përveç besimit, për këtë zemërohesh edhe këtë e sheh të keq e ti? Sa mizor je o faraon, dhe besimi në Zotin e vërtet që është virtyti më i lartë njerëzor e sheh si faj dhe për këtë do të na mundosh? O Zoti ynë, na jep durim të vazhdueshëm që të qëndrojmë në besim dhe të mos vuajmë prej mundimeve të faraonit. Na vdis o Zot duke qenë musliman të bindur në urdhrat e tu." Kështu ata qëndruan përballë faraonit dhe ju përgjigjen atij burrorisht. Besimi i tyre i vërtet ua kishte forcuar zemrat, sepse ai që i var punët e Zoti kurdoherë shtrim dhe nuk i trembet syri prej mizorëve. Zoti për të treguar kritikat që i bën faraonit ministrat në fund të asaj ngjarjeje, me që nuk mundi të bënte ndonjë atentat kundër Musait, urdhëron e thot: "Wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Paria e kombit të faraonit i thanë: "Ti po i lë Musan dhe kombin e tij të nxjerrin nga tresa në dheun e Egjiptit, ai të la ty dhe idhujt tuaj? Pra nuk është punë me mend kjo që ti të lësh të gjallë atë dhe shokët e tij, që të flasin kundër teje fesë tënde, që ti prishin mendjen popullit dhe ti qisin nga bindja ndaj teje." Për këto fjalë të tyre tha: "Pas kësaj nuk do t'i lëm më ata në punën e vet. Jo, por po t'i vrasim tani do të bëj përshtypje të keqe në popull dhe do të thoni vrau pse ata e mundën moralisht. Prandaj është më mirë që punën ta marrim ngadalë dhe kam ndërmend që atyre t'u vrasim meshkujt e t'u lëm gjallë femrat, kështu do t'i shuajmë e do t'i mbarojmë për pak kohë se ne jemi sunduesit e tyre." Me këto fjalë u mundua faraoni të shpaloste politikën e vet e t'u ambyllte gojën Paris. Në tefsirin e Hazinit thuhet se faraoni nuk guxonte as të vriste, as të rihte e as ta burgoste Musan sepse ishte tmerruar prej mrekullisë së tij, por për të mos e shfaqur frikën e vet para popullit është përgjigjur në atë mënyrë. Të aduruarit e faraonit në këtë ajet është përidhujt me fytyrën e tij që ai ja shpërndante popullit që ata t'i aduronin ato. Faraoni e pati lënë vrasjen e meshkujve të Beni Israilëve pas lindjes së Musait, por kur erdhi Musai si profet, ju kujtuan fjalët e fallxhorëve: "Një djalosh prej Beni Israilëve do të bëhet shkak për humbjen tënde e për shkatrimin e mbretërisë." Këtë fjalë ai e mbajti të fshehur. Tani rifilloi zakonin e vjetër, nisi të mbyste djemtë e Beni Israilëve derisa u mbyt edhe vetë me gjithë ushtrinë e tij. Zoti i për treguar këshillat që Musa i dha kombit të vet për ankesën e tyre se faraoni do t'i mbyste djemtë e tyre, urdhëron e thot: "Qale Musa li qaumihi istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin." Për atentatin e faraonit dhe ankimin e kombit të vet, Musa u tha: "Kërkoni ndihmë prej Zotit dhe duroni, sepse padyshim toka e Egjiptit është e Zotit dhe ai bën që atë ta trashëgoj këtë doj, ai prej robëve të vet. Ndihma e fitoria më në fund janë të atyre që ruhen prej gjërave të ndaluara."
Fahri Razi u thotë se i madhi Musa e urdhëroi kombin për dy gjëra. 1. Të kërkonte ndihmë prej Zotit, sepse kjo është detyra e parë për ata që të pohojnë qenien e Zotit. 2. Të duronin fatkeqësitë që u vijnë prej Zotit, sepse pa durim nuk ka shpëtim. Musa i dha si hariqin kombit të vet për dy gjëra. 1. I tha se toka është e Zotit dhe sa i bën trashëgimtar të saj cilin të doj, me këta i theksoi se pasi të zhduket faraoni, ata do ta trashëgonin mbretërinë e tij. 2. U tha se fundi i punës është vetëm për ata që ruhen dhe kështu ai u tregoi atyre se ata do të fitonin mbi armiqt, por për këtë thuhej të ruheshin prej gjërave të ndaluara, kështu ai e nxiti kombin e vet që të ishte nën frikën e Zotit, pa të cilën nuk mund të fitohen as lumturia e dynjas e as e ahiretit. Beni Israilët kanë vazhduar në ankimet e tyre për lajmërinë që i kishte zënë prej faraonit për të treguar fjalët e tyre. Zoti urdhëron e thot: "Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun." Beni Israilët i thanë Musait: "Ne kemi parë mundime para se të vijet ti si pejgamber, po shohim edhe pasi ti na erdhe. Pra na gjen ndonjë zgjidhje që të shpëtojmë nga duart e faraonit." Musa u tha: "Shpresoj se Zoti juaj do ta humb armikun tuaj dhe juve do t'ju bëj zëvendësit e tyre në Egjipt, dhe atëherë do t'ju shikoj se si do të punoni. A falenderoni për mirësitë që ju ka dhënë Zoti apo bëheni bukshkel?" Shenja e premtimit të fundit që është përmendur në këtë ajet është shfaqur në kohën e të Madhit Daud. Atëherë sundimi i Egjiptit ra në duart e Beni Israilëve, kurse shpëtimi i tyre dhe mbytyja e faraonit ka ndodhur në kohën e Musait. Zoti tregoi fjalët që përcolli Musai se do të zhdukej faraoni, por të treguar edhe disa katastrofa që i ndodhen faraonit me shok, Zoti urdhëron e thot: "O laqad akhadna ala firauna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun." Betohem në veten time se ne me të vërtet kemi lëshuar mbi faraonin e kombin e tij zi e munges frutash, mbase ata zgjohen e pranojnë këshillat. Fa idha ja'atuhumul hasana qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'inda Allahi walakin aktharahum la ya'lamun. Kur atyre u vinin të mirat si begati e pasuri, të cilat japin gëzime ngushëllim, ata thoshin: "Këto ne i meritojmë." Dhe kur atyre u vinte ndonjë e keqe si zije të tjera, pësime që shkaktojnë hidhërime, ata bënin këmbters Musan dhe besimtarët që ishin me të dhe thoshin: "Këta janë këmbters dhe ndjedhin fatkeqësitë, por le ta dinë se te Zoti përparësi është vetëm e atyre, punët e tyre janë te Zoti. Ato që shkaktojnë të mirën ose të keqen janë vetëm te Zoti, dhe ai i cili të do i jep dobin dhe i cili të do i hedh gjëmën, por shumica e tyre nuk e din këtë, prandaj orgullin e zi ata ja ngjisin Musait e shokëve të tij."